Prej 3 ditësh qyteti i Kukësit është përfshirë nga një mjegull e dendur, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve si brenda qytetit ashtu edhe në akset nacionale në orët e para të mëngjesit por edhe të mbrëmjes. Ndërkohë, Instituti i Gjeoshkencave ka paralajmëruar se duke filluar nga dita e hënë me 17 nëntor 2025 në qarkun e Kukësit, priten rreshje mesatare deri lokalisht intensive. Rreshjet priten të shoqërohen me shtrëngata, ndërsa intensiteti i lartë i tyre mund të sjellë probleme të ndryshme, përfshi vërshime të ujit në zonat urbane në varësi të gjendjes së sistemit të kanalizimeve. Për këtë arsye, Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile u ka kërkuar 3 bashkive të qarkut të marrin masa paraprake, duke përfshirë kontrollin dhe funksionimin e sistemit të kanalizimeve si dhe zhbllokimin e tyre nëse paraqiten bllokime. Vëmendje të veçantë ndaj kanaleve të urave të larta dhe kanaleve kryesore të kullimit, zhbllokimin e pusetave dhe nën kalimeve në zonat urbane, mbajtje në gatishmëri të hidrovorëve dhe strukturat të tjera mbështetëse, sigurimin e funksionalizimit të sistemit të ujësisë kanalizimeve, garantimin e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike. Gjithashtu, bashkitë e qarkut Kukës janë urdhëruar të njoftojnë popullsinë që mund të preket me qëllim sigurimin e jetës së tyre dhe të gjejë së gjatë në zonat malore. Autoritetet apelojnë qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë çdo problematikë që lidhet me situatën e motit.